Cili është këngëtari i preferuar tash mas edhe ti ko ke? Patjetër. Ka shumë këngëtarë, të gjithë janë të mi, për ma i mirë është Afrim Uqiqi. Ka rënë herë rasti mu taku me Afrim Uqiqin? Unë kam punu me Afrimin. Afrimi ka qenë shumë miri, kur unë kam punu në për restorantën e Podujev. Edhe e vind të shpesh tek unë, a bën me i këndu di këngë. Jemi për emisionit 05. Pyetja jonë për sot është nëse ishe kon i ri, çfarë profesioni kishe vendos me zgjedh? Unë me profesion jam muzicient. Po si kur tisha me linë prapë, për së dyti, prapë kisha me qenë muzicient. Nga se nga ba muzikë në shumë restorante. Kam shoqëri fenomenale, kam shoqëri shumë të madhe, të gjerë. Më përqenë muzika, e dua muzikën, kam pënu dhe si mësim dhe si muzikës në shkolla fillore, kështu që e adhuroj fort. Cili është këngëtari i preferuar tash mas edhe ti ko ke? Patjetër, ka shumë këngëtarë, të gjithë janë të mi, për ma i mirë është Afrim Uqiqi. Ka rënë herë rasti mu taku me Afrim Uqiqin? Unë kam pënu me Afrimin. Afrimi ka qenë shumë miri, kur unë kam pënu në për restorantën e Podujev. Edhe e vind të shpesh tek unë, a bën me i këndu di këngë. Po, më Ka rëpse. qenë i ri, po patjetër. Apo do me na këndu diçka që të live? Ja kemi dhe po live, ja kemi dhe mikrofoni ka këndu, jemi knaqë, edhe jemi sot e kësë ditë shok, të ngushtë. A keni në hajlen a keni pas të herë i bashkëpunim? Jo, momentalisht jam në pension, i kam bo 70 vite dhe nuk synaj më gjërat të tjera nga se jam plak. Thjesht duhet më pajtu, është ashtu. Duhet më pajtu. Nëse të kishar në herë mundësia me knu rap, a kishe pranu me knu rap? Po unë nuk këndoj, unë një muzicient, unë i kam rë klarinetit, saksit edhe nuk këndoj, por me gjitha të, Po nëse ishe konë muzikant tamon që këndon këngëtar, a kishe pranu me konë edhe reper? po i refer. Unë e dua sportin, edhe për cjellë sportin, këshrejt, por me gjitha të. Mendova rap me këndu, Jo, nuk këndoj rap, nuk këndoj. nuk e kishe pranu asë në herë. Nga se nuk është stili, nuk është drejtimi, por jam muzikës popullore. Ka ana e muzikës pop, cili janë këngëtarët, a e nga në herë, cili është këngëtari i preferuar? Dhe gjej, por jo kështu, a dhe na kështu me muzikën tjetër, po, kështu nuk... Ka shumë këngëtare që këndojnë, a vede. Edhe i për tjedi, normal, unë e du, çdo lloj të muzikës. Por me gjitha të muzikë popullore kam zemër, nga se kam ushtru shumë, kam pënu shumë. Përveç muzikës, diçka tjetër a kishe mujt me pa vetën a herë? Jo, unë kam pënu si mësim dhënës, ju të regove, kam qenë arsimitari kulturës muzikor, por tash mentalisht jam në moshë dhe nuk mund dhe për, se me gjithë qef. Faleminderit shumë për intervistën. Ndërë qafsh. Faleminderit.